Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride it out. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Mësimi për zanat mbaroi. Më në fund, pas një viti plot aventura, rrezik dhe magji, pushimet erdhën. Për Blumin dhe shoqet e saj ka ardhur koha të thonë mirupafshim. Kjo është për mamin, kjo për babin. Jo, prit. Më duhet fustani blu për piknikun e mamit, por pastaj duhet të vesh fustanin e kuq për paradën mbretërore të babit. Fustani kuq është shumë i bukur, Stella. Është e vërtet, ndoshta duhet ta vesh në piknikun e mamit. Mos valdi ndonjë magji klonimi ti. O, Stella, mjaft u shqetësove dhe ndaj gjërat në 2 pjesë. Pastaj, vesh çfarë të qelloj. Si çfarë të më shëlloj, po tallesh. Ilaçet aromatike magjike do t'i pus në çantën e madhe, ndërsa aromat e luleve në çantën e vogël. Ne jam e gati, Flora. Sa po u përshëndeta me Skyn. Pushimet janë më të shkurtra këtë vit. E di që nuk do qëndrojmë shumë gjatë, për patëm një zëng të vogël dhe nuk më pëlqen të largohem kështu. A ti telefonoj një herë? 21.4% nga të valizhe dhe 18.7% nga të tjetër bashkë me tepricat. Dërgesa magjike. Saktësia është e mrekullueshme. Është një mrekulli. E jam më ndiq. Duke qenë se Muza dhe unë do të shkojmë në shtëpi për pushimet e verës, mund të të ndihmojmë të ngrish gjërat e tua. Nuk ka nevojë. Shikoni pak. Çanta, më ndiqni. Atëherë, çfarë keni planifikuar ti dhe Muza? Sot do të shkojmë në plazhin e ri në bregun lindor. Ka një autobus në çdo Oh, orë. kujdes, kujdes. E ka punë! Se sa shumë komode është ndaj arrobat midis çantës së mamit dhe asaj të babit. Do ndihmojmë ne ti ndash përsëri. Stella, shko aty lart. Është një telegram nga Solaria. O Bori Solarias, është i lumtur të njoftoj për ballon e princeshës. Një ballo princeshe për mua, isha e sigurt që s'do të kishte diçka të tillë. Është kaq emocionuese. Unë nuk dua të tregojmë budallaqe, vajza, po çfarë është një ballo princeshe? Është si një festë mirëseardhje në familjen mbretërore. Do të thotë princesha është zyrtarisht pjesë e shoqërisë mbretërore. Më parë, kur martesat bëheshin nga të tjerët, ata do të njoftonin se kush ishte bashkëshorti yt. Ndodh akoma në disa mbretëri. A mund ta imagjinoni dot? Ka për të të pëlqyer shumë festa, Zem. Unë do të bëj një njoftim surprizë për ty dhe jam i sigurt që do të jesh shumë e lumtur.
Ndryshim planesh, do vini të gjitha në Solaria. Prindrit duhet të lënë. Një ballo princeshe është një rast që të ndodh vetëm një herë në jetë. Unë dua ta ndaj këtë me të gjitha ju. Mos u afroni më shumë, Oceania do të ngri. Dimensioni Omega. Aty po na çoni? Aty? Ti si e aq i keq sa të meritosh këtë gjë. Thonë që është shumë ftohtë aty poshtë, do të ngrinte zemra. Fat që s'do t'ja uroja askujt, je keq Soyusha. Përpoqe të më ngrije zemra, në? Nuk e din që zemra ime është tashmë aq e ftohtë, sa asgjë nuk mund ta ngri. E shënova në bllokun tënd magjik. Të gjithë miqtë tu të Facebooku do të marrin një flesh, Stella. Ja kushtimi. Ja edhe Sky. Mendoj se është një gjë e bukur që prindërit e tu do të bëjnë një ballo princeshe në nderin tënd. Jo shumë baballar din t'i bëjnë ato gjëra. Duke përfshirë dhe babain tim, mami është organizatorja. Ndoshta ajo është marrë më shumë. Ndahuni. Vëbas që ke të drejt. Ftesa nuk thoshte që vinte nga mbreti Redius, por nga obori mbretëror. Obori mbretëror i përfshin të dy, mamin dhe babin. Dhe vëbas që do të kthehen përsëri bashk. Jam e sigurt që ai ka për të qenë njoftimi surprizë. Jam shumë e emocionuar. Prindrit e mi do të bashkohen përsëri. Madje do bëjnë edhe një ballo princeshe për mua. S'ka më çanta të ndara. Po shkoj të marr me qira një limuzinë dhe të blej një fustan. E jani të gjitha me mua. Po Leila dhe unë duam që të shkojmë në plazh. Unë do të vi me ty. Zgjohuni Zonjusha! Po ku jemi këtu? Në dimensionin Omega. Oh, sa shumë kohë ka kaluar. Vetëm më të këqijat e të këqijave dërgohen këtu. Sa bukur, vëbasi tani po flasim për ne në kështjellën e reve. Më duket se kemi shoqëri, vajza. Besoj se këta janë sistemi i sigurisë. Ja, mirë. To janë përgjigjet e fundit. Riven po vjen, Helia, Samir dhe Brendo. Sigurisht e dashur. Timi, Marta. Ndonjë lajm nga Sky? Jo, akoma jo. Nëse ai arrin Heraklion përpara se të marrë ftesën, prindrit nuk do ta lejojnë asnjëherë që të vi. Le të ndalojmë këtu. Motoja e tyre është çdo byrek ja vlen të blihet. Duhet të kemi sa më shumë energji për të bërë pazar. Ja ku e keni. Faleminderit. Më falni, por ajo është pica jon. Ja. Më fal, por duhen 10 minuta derisa të dalë tjetra. Ajo s'do të ketë problem të presi. E porosita unë atë picë. E po zotërimi bën 90 të ligjit. Atëherë, po e sotroj unë përsëri. Ma je. Jo, është e imja. Lëshoj e ti. Bluza ime Dolce Gabbana. Bluza ime Stella McCartney. Pastro. Henshe njolash. Çfarë jeni ju, zanat e Alfeas? Po, pse? Kush je ti? Betas. TikTok, TikTok, beta u heq, beta sëllon. Ku është beta? Në mbretërin Q-Tezi? Të paktën nuk jemi nga mbretëria e budallaqeve. Kërcas, kërcas, kërcas. Le të përpiqemi të merremi vesh vajza, edhe ti me pushime je? Shmera do të bëj një ballo princeshe. Oh, sa mirë, edhe Stella. Ne po kërkojmë për fustana. Edhe ne, pas kemi shumë të përbashkëta, është bukur të takosh Zana nga një shkollë tjetër magjike. Au, çfarë po bëri jeni ju? Çum çakizë lakume me sheqer? Hej, mos e shqetëso shoqen time Flora. Se, çfarë do të më bësh? Shkojmë të gjejmë një fustan, Stella. Gëzohemi që ju takuan vajzat nga beta. Dhe pa qifat në pazarin ju, hajdu dhe picash. Ngjyra kafe e baltës të shkon shumë. Të sugjeroj ta përdorësh. Tekla! Shumë bukur, Tek.
është duke më pritur. Mirupafshim. Ju lutem, futuni brenda për provën. Wow, bukur këtu. Prit sa do shikosh fustanet që ka. Unë dhe Tekna do të kontrollojmë katin e dytë. Shihemi. Mirë, do të takohemi më vonë. Fustane virtuale super. Kjo është një mrekulli kur kërkon gjëra të stiluara. Ai mund të jetë fustan i bukur, por mund ta gjesh në qindra dyqane. Tjetri. Si të duket ky? Wow, më pëlqen. Më lër ta provoj dhe unë. Wow, dukesh e mrekullueshme. Oh, sigurisht, Sky dhe doja shumë të kërceja. Më të shkurtër. Më modern. Më vezullues. Si super modele. Si një yll roku. Një mrekulli e vërtet. E mrekullueshme. Ky është fustani që do të vesh në ballon e princeshës. Duke shumë bukur. Mezi po pres që të më shikoj babi të veshur kështu. Sa është i gatshëm në butikun Vizar, në qendrën tregtare Peronimo. S'është shumë larg, eja të shkojmë. Ky është kaq i mrekullueshëm. Ai është fustani im. Është imi. E po, është vetëm një dhe unë do ta marr e para. Hey, të zgjedhur kapuca. Ha? Jo, nuk më është. Au! Shikojmë më vonë do shtaket e Alfeas. Hej, pa shikoni pa. Wow, këtë djaloshin e pas kanë dënuar në përjetësi. Duhet këtë bërë diçka shumë të keqe. Mendoni se është zgjuar? Mua ashtu më duket se është. Le ta zbulojmë. Djaloshi ngrir, përpëliti njerë syt nëse na shikon. Duket sikur është zgjuar. Pa tani. Ndoshta po t'u japim këtë djalin, gjarpërin do të na lënë të qetë. Ide e mirë. Na vjen keq djalosh, ose ti, ose ne. Punë e mirë, djaloshi barbar. Faleminderit. Sa ku ke aty brenda? 17 vjet. Ke qenë zgjuar gjatë gjithë kohës? Po. Oh, duket e mërzitshme. Të jep kohë të mendohesh. Për çfarë? Për cilin do ta këmerresh dhe në ç'më mënyrë do ta bësh. Valtor, si thua sikur të dalim të gjithë bashkë nga ky vend i akullt? Më ndiqni. Ej, prit pak. Je i bukur, ke fuqi, dhe nëse qëndrojmë të bashkuar, kemi më shumë mundësi të dalim prej këtu. Pa mos na jep urdhra. Po, do të ishte një gabim i rënd. Sigurisht, do t'isha budalla po të mendoja ndryshe. Eja Blum, shkojmë të marrim atë fustan. Ja ku janë. Eja ti pijem që këtej, qendra tregtare është nga kjo anë. A je sigurt se ja vlen gjithë E kjo? dua me të vërtetë atë fustan. Ne do të arrijmë të parat aty. Mirupafshim Edas. Oh, po na sulmojnë vetëm për një fustan. Dhe ne nuk do të bijem prej tyre. Merreni këtë. Edhe këtë.
Ja shikoje pak, nuk e kontrollon dot veten. Këllyshët e vegjël, do të bien! Flatrat magjike! We girls are the winx, energy created, our magic power will defeat the evil. We're the winx. Rjete e sigurisë! Shpejtësia e dritës! Fustani vizari është I kuq me shirita. Tafshi dhe stolit më të bukura. Miru pafshim, vajza. Si mund t'ja shisja asaj? Unë jam princesha e Solarias, më duhet për ballon time. Sa çudi, ajo më tha se ishte princesha e Solarias. Ha? A je e sigurt? Në fakt ajo tha që akoma nuk ishte, po do të bëhej së shpejti. Ja ku është, porta për në Andros. Duket të fort. Thjesht duhet të hapim një të çarë në të që unë mund të nxjerrë energjinë time jashtë dhe ta shpërthej atë. S'ka nevojë ta përsërisësh, zonjusha? Porta është e përforcuar me magji. Mendoj se e di si ta kalojmë këtë problem. Hej, gjarë për akullit, eja këtu! Çfarë po bën? Eja gjarë për sile akullin! Qëllojeni me gjithë fuqin tuaj! Mrekulli. Më pëlqen shumë stili yt. Pas teje, Valtor! Shikoni atje, porta e dimensionit Omega, dhe kush po përpiqet të dalë? Tani që u bëm pasuesit e mi, unë kam të gjithë fuqinë e tyre. Si është e mundur që gjitha njerëz kanë pasues? Nuk e di, por duhet të gjejmë edhe ne disa. Andros është I imi. Përshëndetje vajza, si shkoj? Oh, ç'kemi muza? Çfarë I ke bërë flokëve? Vetëm pak ndryshime në stil. Shumë bukur. Unë sapo e gjallërova garderobën time me një fustan të ri. Mund ta shikoj? Këtu? Sigurisht. E pa mirë. Wow, dukesh magjikse. Me të vërtet. Është I mrekullueshëm, Stella. Jeni shumë të mira, por duhet të kishit para të tjetrin. Stella, për ty po organizohet një ballo. Prindrit e tu janë duke u bashkuar dhe ne jemi me pushimet semestrale. A ka më mirë se kaq, shoqe? Po, po të jemi dhe ne këtu. Brendon, ja ku qënke. Përshëndetje, Timi. Përshëndetje. Elia. Sky, unë mendova se u ktheve në Heraklion dhe... Isha në gjysmë të rrugës kur mora ftesën e Stelës, kështu që u ktheva. S'do ta humbisja mundësinë për të shoqëruar në ballo një princesh për asgjë në botë Plum. Më vjen keq që ne u grindëm më parë. Edhe mua. Ne kemi blerë gjëra për një piknik, hamburgera, hot dog edhe fruta. Më dëgjoni Gjema, ka diçka që nuk shkon. Po, e kuptova, duhet të ndroj stacionin. Jo, doja të thoja diçka nuk shkon me oqeanin. E janë I vajza, flatrat magjike! Tani, të gjitha bashk! Shkoj! Janë I tjema të nxjerrin nga uji.
jo, shikoni aty, është një vajzë e vogël. Shkoj unë! E po, kjo po që ishte freskuese. Daj të kishim jo normale. Shumë anormale, madje. Po mendoj se çfarë mund ta ketë shkaktuar. Një dallë tronditse dimensionale. Kjo do të thotë që diçka e tmerrshme ka ndodhur në zemrën e të gjithë oqeaneve. Princesha Leila, Jam unë. Çfarë ka ndodhur? Lomstad kontunes tontar. Çfarë tha? Andros është në telashe. Duhet të shkoj. Do të vim edhe ne me ty. Nuk mund të vini, vajza. Duhet të kaloj përmes oqeanit. Populli im ka nevojë për mua. Mirupafshim! Pasuesit tanë po rriten. Punë e mirë, Baltar. Haha, unë vetëm sa kam filluar. Ndërsa Wingsat përgatiteshin për ballon e madhe të princeshës, një re kërcënuese ersoi qiellin e Solarias në mbretërinë e Stelës. Aty shfaqet shenja e Valtorit. If you're a Winx, there's a place for you.